Përshëndetje, mirë se në kanalin tim në YouTube, jam Silvana dhe sot po nisi një video të re me këtë rrëmujën që kam këtu mrapa para gjithkohë, por që kohë më pak unboxing për të tesha që kam ble për sjarën edhe për dejen. Janë tesha që unë i kam ble për përditshmëri, kështu që ndërkohë që po i sistemoj koha me ju tregu edhe ju, edhe po nisi me të parën që është bluza këtu për sjarën. Shumë e lezetshme, i palgjin të del shumë nice, shpresoj që sjarës t'i pëlqen se sjara është ka që veç fustana, si gjithmonë, por që po mundohem që me i ba me vesh sa ma shumë tuta, që me sa ma rahat. Edhe këtë e kam ble me 70.5% zbritje që i bjen vetëm 5 euro kam pagu për këtë bluzë. Ndërkohë bluzë tjetër, po pra për sjarën. Së të bukri ka këta mangët kështu. Edhe kja 5 euro, edhe kam ble me 50% zbritje. Kam ble vetëm tesha për përditshmëri, për kopsht, për shtëpi, sepse sjara ka por nuk kishte shumë. Kam ble edhe një tjetër bluzë me pulla, që mund me ja vesh krejt kollaj tash që fillon nxehet koha me një bluzë më shkurtë. Edhe këtë e kam ble me 55 euro. Edhe kam ble me 66% zbritje. Dhe shumë i lezetshëm. Po vazhdoj po prap me sjarën. Një tjetër bluzë krejt e thjeshtë, edhe kja 5 euro. Edhe është materiali shumë i mirë, me thënë drejtën, është fix për një këtë kohë edhe vesh krejt kollaj në kopsht. Që më pëlqen, me thënë drejtën, por sjara ka nazë shumë. Sjara nuk di nëse janë të në vajzat kështu, por sjara ka shumë naze. Kam ble një bluzë krejt thjesht. Edhe kam ble 2 euro. Me vesh në kopsht për ditë, shumë nice është. Tjetër që kam ble. S'kam ble në për sjarën tuta, bu. Kam ble një gjop po pra për këtë kohë 3 euro për sjarën. Një tjetër gjop për sjarën, po prap 2 euro. Tjetër. Kam ble për dejen, këto tutat. Krejt thjeshta, edhe kam ble 4 euro të dyja. Kam ble një gjop për dejen, është këtu, që janë me këta tutat. Të dyja bashk 6 euro. Kam ble rreth, dhe në thanë thjesht pash edhe 2 ljelca, 2 euro i gjys. Këtë e kam marrë sjarë se e di se sjarë i ka fiksim. Edhe nuk më dhungohet e për vedi një kuston flashit. 7 euro në zgabosha, po. 7 euro me 30% zbritje. Këta ishin edhe blejmet që kam ba, dhe me thanë, kam pagu 47 euro për tana këta në zgabosha, që nuk janë shumë, po as pak ja vlejnë, sepse ka bluza shumë të lira për fmi, edhe i kam blejt e Piazza Italia. Por e hatohem edhe koha për me ju të regu se që unë kam blejt për një supermarket. Kjo zhuma, shkova vetëm për 2 gjana, për përfunova. Kam blejt ciambella, kam ble focaccia për vajzat, kam ble djathë grim, kam ble 2 kanatjerë të sjarës. Në thënë të kjo video është unboxing se që unë i kam ble sjarës, i kam ble një parë puc, atleta 10 euro, të lidhë dhe kanatjerë në zgabosha 3 euro gjys 2 copë, kam ble për dejan. Kam ble po prapë tamer me fruta. Kam ble ilaçe në detersivin për lavastoviglie. 2 sugo për makarona me arra edhe speca. Një tjetër. Kam ble nuggets.
Kam blej makarona me spinak freskta, salsice, feta greka, kotoleta që kam blej për sot misdit, blej djathë feta me dash një banë panine vajzave, banane, edhe bukë me riska sepse përdori për mi ba sjarës. Bëj bukë e vjotës në gjatë tjetër. Nërko, kam blej edhe këtë lullet për se më janë fatë tjera. Lullet dorata për Shën Valentin, ku këja baj vetit. Edhe të shkoha me sistemu këtër mujen edhe me djartë ishat për lavatrices. Fatmirësisht edhe libreria është gati dhe është montu, por problemisht që dijes në alen asnjë libër në vend. Koha me palos edhe me vume fatesha, por kjo është gjë që urrej ma shumë me ba, ma shumë urrej dhe më tha nuk kur ishte mama këto të pakte me palos edhe me hapte mama teshat edhe ishte lirim. Por që mama ka i në Shqipëri edhe koha që unë me i ba. Nuk e di më thanë, po nuk bana 2 lavatrice në dit. Nuk di, mushet shpije gjithë kohë me teshat palame. Po unë në kohën se thjesht i thos lavatrice i zjarë i thaj. Imaginema për para që s'kan pasas lavatrice dhe i kanë latë me dorë. Që nuk e di dhe më thanë, një o zot. Sot ditë e re. Është data 13 shkurt, nesër është 14 shkurti, kështu që është Shën Valentini. Edhe unë sa qova vajzat në kopsht edhe koha më shkurt e pizzeria, se dërna me ba 2-3 zbukurime për Shën Valentin. Edhe koha më bë gati edhe me shku këtë dur të këshu një baj si mama jem, dhe thënë kështu. Si plak. Let's go! Invece pagava 200 euro di partita. Sushi time, edhe të sushi së më qenë hiq. Pjata. Sot është ditë e re edhe kam edhe fëmijët zemër. Po edhe kam fëmijët shtëpi, kështu që thash po baj petëlla, sot është e ajte, por janë pushim sepse janë karnevalet, janë sot edhe nesër. Kështu që ka me kanë lufta 3 botnore. Edhe këto kanë me prishën ka me sistemu, po nese, sot jena qu herë në 7 sahati se dhja quet me kasavet. Ashtu po godi me dalë nërko aty me kavu kapuqin, si thash qarës kena me shku me ba fotot, kena me shku me ba pasaportat edhe direkt sa nhini kena me dalë veshi këpuc. Une, së dhja e thash, po baj petulla. Made in Albania, petulla tamel, vë edhe miell. Thosha me kapi edhe flok të mundsohen nga vetë nata se gjuma. Ma e vinë të tu? La mia si fesi a thi? Non va via. Oh! Kur jena me fmi, çdo gjë me baba het shumë e komplikume se duhet me fut. Shini sa bukur është i ky? I kjajtu? Po
Po këtë me qylla. Këtë me qylla e shqyr që është shpi që me marrë vedin pak. Ma è la forchetta. A si? Mettiamo ancora un po' di farina. Jo shpirë, s'ka nevoj. Unë vazhdoj me kënë me këtë flokë skandaloze, edhe vazhdoj me kënë kështu si fjetën, kam gjumë të papam, por që koha mu bagadi me ikë në punë, mu sistemuj fje me mluk të rrath këto për gjumit, për lodhjes, për çdo gjatë tjetër. Edhe bajun e kam të mushën me teshë ndërkohë, se zjarë edhe dja janë të gjyshja, kështu që kam mundësi me i thënë banjo pa pas fëmijët në përkan. Edhe po bëham gati me shku në punë. Koha që unë me mundu me myllë sa më shpejt kantierin, edhe me vazhdu me bagadi. Unë po tha me myllë kantierin sepse realisht dhe më thanë jam Besoj duke qartë sa e lodhën jam. Thanë, ky syni është pak më i kuqën, ndriçimi nuk e kam për smarit, por që vetëm në mënyrë që unë me u duki fje njerë në punë është me baj fje make-up. Tadan! Në njërën e këtë flokë që pëj vete kësho me gjellë edhe let's go në punë. Help! Sisteman me fëmijë ka. Sa po ktheva prej te action edhe sa jam çuna dhe kam çu vetëm vajzat në kopsht edhe kam dalë direkt. Kështu që koha me ju tregu. Unë ideja kam shku me ble gjana për balkon, për të kanë që kena bada punime në shtëpi, nuk i kam blejt, dhe më tha, nuk i kam blejt gjana që i kam dosh për balkon, por që koha me fillu, po ju tregoj këtë vazën këto, që është për atë lullen që shifni aty, se në bazoja që ka është të vogël edhe kam blejt këtë vazën me vogël, kështu shumë e lezetshme. Këtë herë, si radhë herë, kam blejt buk me jerza, dy pako, kam blejt patatina, chipsa që o sot, kam blejt kja është shumë mirë për banjo. Kam blejt tuk me jerza, kam blejt 4 pako. Kam blejt çokolata milk. Kam blejt normalisht dorcat për me mjallë lule në balkan. Facoletat që këto ko janë të domosdoshme, sepse dallohet edhe për zonit tem. Kam blejt edhe këto tatuazhet për sjarën edhe për dijen. Kam blejt lugen normalisht për balkon, me mjallë lulet. Kam blejt çokolata, chipsa. Unë e kam pas, por nuk e di ku e kam, kështu që kam blejt një tjetër, edhe ishte ma pak se 1,95, kështu që 95 cent. Edhe shofim nëse kam ja blejt. Kam blejt pypa, chipsa. Edhe kam blejt edhe kjo që është tip langot për me një mu lullet për mu rrit, bashkë një herë një javë. Tjetër tak prap, chipsa. Këtë e kam blejt tip kontenitorit për me qitë limonat. Kam blejt 2 plastelina. Kam blejt këtë që më pëlqen ashtu aromatizu steshash, për me këtë lavatriqe dhe më pëlqen shumë. Kam blejt këtë panin që më është me përdorë për shumë gjana. Mos më duhet të thash sa kem të shpje. Edhe fundit kam blejt këtë tave kështu. Kaq janë bleme që unë kam ba në action. Edhe koha që unë me mjëllë këtë video, du me fillon të tanë me qeni të pa videos dhe mija. Mos harroni një subscribe edhe një koment edhe një like se më ndihmoni më rrit shumë. Edhe ju sigurisht të nëse sa më bashkë në pa të video tjetër. Deri atëherë, bye bye!